Landi Hysi ka folur ditën e sotme, pasi ditën e dieshme ai hyri në shtëpinë e famshme gjatë sfidës së mos reagimeve. Ai ka shpjeguar se mesazhi që i dha Mirit, teksa mes fjalëve thuaj edhe çfarë tërsi që të kam komshije, Landi u shpreh se ishte për këto nga banorët që Miri ka pranë atë shtëpi. Ai komentoi edhe reagimin e Selinës, e cila u drejtua me fjalët "të nxjerrja kapakun", duke thënë se nuk ka më mirë se sa të jesh kapaku për të nxjerrjen e Mirit. Mesazhi ishte për të gjithë ata që janë afër Mirit, ndërsa sa për Selin, nuk ka asgjë më të mirë se të jesh kapak dhe të nxjerrja për Mirin. Brenda të nxjerrjes ka një publik që zdihen duke mbështetur Mirin. Ne të dy jemi të nxjerrja dhe kapaku me presion që vlojmë. Kur iku Dr. Flori isha i mërzitur dhe i thash Mirit që ta linim fare dhe të mos këndoni më, por ka qenë Miri, ai që ka ardhur disa herë nga Gjermania për të më bindur që ta vazhdojmë këtë gjë. Pra nuk e di ne jam unë shpirti i grupit apo Miri. Në shtëpi kam bërë prova se si ti qasesha Mirit, por ishte e pamundur. U emocionova kur e pash. Kisha zërin që më dridhe dhe gjërat nuk shuan si duhej, por të paktën i thash mesazhet që doja. Të gjithë banorët më shihnin. Unë doja ta përqafoja Mirin, por hoqja dorë që mos i shkaktoja një ngarkesë, deklaroi Landi ndër të tjera. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.